Jeta e kryeministit Rama ka qenë gjithmonë në vëmendjen e medias dhe e publikut. Edhe pse Edi Rama është politikan, ai ka shpirtin e lirë të një artisti. Rama ka patur shumë histori roz pas ndarjes nga ish bashkëshortja Matilda Makoçi. Ai ka bashkëtuar me disa vajza të ekranit, por edhe me një shtetase gjermane. Edi Rama duket se e ka patur të vështirë të gjejë dashurinë e vërtet, deri në momentin që u njoh me Lindën. Me sa duket, Linda ka tipare që nuk i kanë patur vajzat e tjera me të cilat ka patur lidhje Edi Rama. Së fundmi, kanë qarkulluar disa foto që kanë çuditur jo pak veta. Bashkëshortja e kryeministrit hyn te kategoria e femrave që janë mendjehapura dhe nuk e mbajnë kokën pas tek historitë roz të bashkëshortit. Madje, akoma më interesant është fakti që Linda ka një marrëdhënie shumë të mirë me ish partneren e Ramës, Delina Fico, me të cilën kryeministri ka bashkëtuar në Francë. Gjatë një ekspozite pikture, Linda dhe Delina biseduan së bashku, e më pas dolën nga galeria për të shijuar një kafe nën shoqërinë e njëra tjetrës. Edhe në një forum ekonomik, ato ishin ulur së bashku, gjë që tregon se Linda ka marrëdhënie shumë të mira shoqërore me ish të dashur në Ramës. Burime pranë Lindës bëjnë me dije se ajo ka punuar me Delinën edhe tek Fondacioni Soros. Pjesën e miqësisë ajo e shikon të ndarë nga fakti që Delina dikur ka qenë partnerja e bashkëshortit të saj. Për Lindën, kjo i përket të kaluarës dhe nuk është arsye sepse mos të ketë marrëdhënie të mira me Delinën. Për të gjithave, duhet ta pranojmë se ky është një këndvështrim përparimtar, të cilin është vështirë që ta gjesh të paktën në Shqipëri.